Një femër avangarde, një figurë publike që rënoi para gjykimet, një zë i Kosovës me prezantim briljant, një gazetare e cila preki gjithë luftën e ashpër në ish Jugosllavi. Të gjitha këto epitete u rënuan nga një aksident i rënd, duke na lënë me kujtimet më të bukura për të dhe fuqinë për të vazhduar jetën. Është kjo Violeta Rexhepagiçi, e cila kaloi disa momente me kamerën tonë. E ndjekim bashkë në vazhdim. Njëra ndër femrat që hyn në historinë e vendit tonë, me një stil unik në të veshur, që shumë kush as në këtë kohë nuk do kishte guximin të eksperimentonte në atë mas që shkoi ajo. Gjithmonë e mbushur me dashuri për jetën, optimiste, unike në çdo aspekt, karakteri pa parë e një personalitet i fortë që jo shumë lehtë përballohet, përfaqëson një emër të vetëm. Është kjo legjenda në muzikë e gazetari, Violeta Rexhepagiçi. E thjesht, modeste, e qeshur se çdi vetëm ajo, me një qëndrim alla Violeta. Pas një kohe të gjatë, së bashku me ne, shpalos librin e jetës së saj, ku janë të fshehura kujtimet, emocionet, përjetimet, hidhërimet e shumë sfida që në një jetë vetme i kaloi vetëm ajo. Emri i saj të kthen në kohën e viteve 80-ta, të kthen një nostalgji për ato vite, pasi që është ndër të paktat që në kohë sundimi ajo shpalosi talentin e saj në muzikë, duke mos ju trembur syri për asgjë tjetër. Kryesorja për të ishte të dëgjoj kënga shqipe. Ajo ishte rruga e vetme ku përcjellte siguri, vullnet e mesazh për popullin tonë. Nga zëri muzikor i saj, një gjë e vetme vërehi, shpirti i cili kërkonte liri dhe vetëm liri. Nga kjo, erdhi edhe formimi i grupit të saj të quajtur Vivienne rreth vitit 1984, duke u inspiruar nga aktoria e famshme amerikane Vivien Leigh, në të cilën bënte pjesë edhe vëllau i saj Armendi. Zhurmë e erërave të dikurshme, romantika, fama, fjollat, shota e shumë tjera janë hitet në arkivën muzikore që solli ajo në muzikë. Përveç suksesit që Viki përjetoi me grupin e saj, ajo për herë të parë përfaqësoi Kosovën në përzgjedhjen e ish Jugosllavisë për Eurovision. Ka qenë shumë e bukur, po edhe tragjike. Pse? A ka ma keq se kur ti ndëgjon prej antarit juris, kur thotë çka po mendojnë këta të Kosovës, që ka nga Shqip mund me përfaqësu Jugosllavinë në Eurovision, ajo është gënjim qaq i madh. E ti e din që je ajo. Përveç muzikës, ajo bëri revolucion edhe në fushën e gazetarisë. Personaliteti i saj e ambicia që përsetonte, Violeta u bë gazetarja e parë femër në ish Jugosllavinë e asaj kohe. Fillimisht filloi punë në RTP, por pas okupimit të këtij televizioni, ajo filloi punë me disa televizione të huaja, si News Network, Sky News e disa tjera. Guximi i saj, të cilin e paraqiste përmes storieve të realizuara, bëri që Violeta të bëhej njëra ndër gazetaret më me emër në vend. Mirë po ishte edhe shumë vështirë, sepse njerëzit këtu në atë kohë s'kanë qenë mësuar që femra me qenë gazetare. Dhe shpeshër më ka ndodhur kur kishte demonstrata, e unë isha për atë profesionaliste me gjiru, edhe ju tha atyre njerëzve që merrin pjesë në demonstrata, ktheni kryt andej mos mi pa fytyra, s'po du fytyrën, si njohin mandej. Edhe ata më dëgjojnë edhe ashtu veprun. Mirë po ka pas shumë gazetar që i kanë xhiru fytyrat, edhe mandej policia ka shtim i ka burgos po ata njerëz. Do të thotë, edhe në profesionin tim duhet me pas shumë kujdes, mos me sjell të këqija njerëzve, po më mundu s'paku me zbut gjitha ato. Përveç reportazheve në Ballkan, ajo udhtoi drejt Irakut ku zhvilloi lufta e Egër.
Me telefon raportoja se çka ka, çka po ndodh këtu, një shoku tim, korrespondent i BBC-s, Dan Damon, kështu që ata kanë pas informata Anglia, ka pas informata të sigurta se çka po ndodh. Edhe pastaj materialin hyp te televizioneve amerikane, kështu që edhe ata e dinin. Kështu kem qenë të lidhur. K.A. Arkan relaxes with friends. Karriera e saj në këtë fushë është një mësim për gazetarët e rinj, pasi që ajo ishte shqiptarja e parë që intervistoi dy nga emrat më të njohur të terrorit në botë, Saddam Hussein dhe Arkan. Që në rëdu të shkova çka me pa. Paramendoni tash kur takoni me një kriminal tyr fëmije, edhe s'dini si me reagu në moment parë, po thash roje vetën, banë kullë dhe s'ki që ka banë. Me veti kisha pagerin që me mujtë organizatemi çdo herë me pas kontrol ku jom edhe me mlemru qa ka tre ose unë e mi lemru atyre. Edhe pagerin në atë kohë fërshëlloj e Arkani me njëherë edhe truprojet u qunë mos është diçka problem, kur e panë se është vetëm pageri u qetësun. E kështu, pastaj, kur e pa pagerin a ju bëndë se edhe ma tepër se unë punoj për të hujt, edhe ma ndehu liru, a i lirimi ti ishte i mirë për mu sepse mora vesh për Kosovën. Mora vesh kur tha, me Kosovën do të ndeshemi më në fund. Do të thotë Kosova do të ketë luftë herë do kur do. Në atë kohë ishte lufta në Kroaci. Edhe e përfundova atë, unë e di si e përfundova me qykzorit intervistën, po e lumtu se mora vesh që Kosova është e lënë për fund. Do të thotë do të ketë luftë dhe këtu ashtu edhe si u bë. Pas kësaj interviste të realizuar me Arkanin, me njerë pas luftës në Kosovë, Violeta ishte ftuar në Hag për të dëshmuar kundër tij, por ai pak ditë më vonë vdiq dhe kjo histori shkoi bashkë me të, por fati i saj këtëherë nuk u tregua edhe aq i mëshirshëm. Violeta fatkeqësisht pësoi një aksident të tmerrshëm, i cili mori jetën e shokut të saj, duke e lënë atë me pasoja të mëdha trupore. Për rreth 2 vjet e gjysmë, Violeta ishte paralizuar nga gjymtyrët e nuk mund të fliste. Aksidenti ndodhi para 18 vjetë dhe thjesht fat në fatkeqësi. Kjo them drejtë, sepse po mos ishte ai aksident, unë kisha shku në luftë tjetër edhe ku me ditë kisha mbetë gjallë. Po që beta gjallë, edhe pse më pasojat më dha se pas aksidentit 2 vite gjysë ku mund me ecë, me folë, me shkrujt, e gjitha e u lypë shumë për me ju këthy në normalitetit. Po çka me ba, jeta është e tillë, një e keqe, një e mirë. Por edhe kjo me kohë kaloi, ajo ju rikthye jetës normale përsëri, filloi të merrej me muzikë, por këtëherë duke i kompozuar të tjerëve. Tash e përfundova një këngë për 3 fëmijë nga Mitrovica, është Donati, Dorontina dhe Mimoza Azemi, dhe ishin aq të mirë, aq talentuar, sa që unë thjesht po them, nuk e di në çfarë mënyrë muj ndryshe më ja kthy të mirën Mitrovicës edhe me kthy vëmendjen ka Mitrovica pos kështu me këngë. Edhe pse shumë kush nuk e di se çfarë po ndodh me të, si një veteran i vërtet, Violeta Recep-Agiqi punon në radio-televizionin e Kosovës, në vendin e njëjtë ku edhe mori hapat e para në karrierën e bujshme të gazetarisë. Edhe pse nuk do kemi më kënaqësinë të dëgjojmë zërin e mrekullueshëm të saj, mjaftojnë këngët e arkivuara të Violetës, të cilat ishin dhe do mbesin përgjithmonë si thesari i çmueshëm e i gdhendur në muzikën shqiptare.